Prokurorët e krimeve të rënda për llogaritë të hetimit për zbardhjen dhe identifikimin e atentatorëve të prefektit të Vlorës Besnik Dervishi kanë shoqëruar dhe marrë në pyetje 10 persona. Mes të shoqëruarve janë pronari dhe punojësit e një parkingu privat në Tiranë dhe Vlorë, rojet e një pallati në qytetin bregdetar të Vlorës, si dhe shoferi i prefektit Dervishi. Ky i fundit ka treguar të gjitha lëvizjet që ai dhe shefi i tij kanë bërë ditët e fundit me makinën me targa të R5066N, ku dhe u gjet sasia prej 200 gramësh C4 të lidhur me një celular dhe 2 detonator. Gjithashtu prokurorët po verifikojnë edhe dëshminë e prefektit për të gjitha lëvizjet që ai ka bërë pa praninë e shoferit në Vlorë dhe Tiranë deri në momentin e zbulimit të pakos me lëndë eksplozivi. Kjo pako, sipas hetuesve, është dërguar në laboratorin e policisë shkencore, ku është kërkuar nga ekspertët të përcaktojnë mekanizmin dhe mënyrën e ndërtimit të sasisë së lëndës plasëse me C4 të lidhur me aparatin celular. Përgjigjja e ekspertëve do të ndihmojë hetuesit për krijimin e një skeme krahasuese me raste të tjera të shpërthimeve të makinave me eksploziv të ndodhura kohë të fundit në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë. Zbardhja dhe përcaktimi i këtij mekanizmi është vlerësuar nga prokurorët si një provë e rëndësishme që mund të çojë në gjurmët e autorëve të këtij atentati të mbetur në tentativë tashmë. Ndërkohë grupi hetimor ende nuk ka marrë të gjitha përgjigjet e nevojshme nga kompanitë e telefonisë lëvizëse për pronësinë e numrit AMC apo edhe për emrat e mundshme të përdoruesve të celularit të llojit Samsung, që u gjeti lidhur me eksplozivin C4 poshtë makinës së prefektit në hyrje të kryeministrisë mëngjesin e së premtes.